Ra shi 2 ditë dhe pastaj erdhi vera, një verë e bukur e plot diell. Plaku Xholion shëtiste e kuvendonte me hollin. Në fillim e ndjente veten sikur që rritur, sikur që për trirë. Pastaj ishte i shqetësuar. Pothuaj çdo pas dreke shkonin korije, gjerte trungu i rrëzuar për dhe. Plaku Xholion thoshte me vete, jo, nuk është atje. Sigurisht që s'mund të jetë. Dhe atëherë i dukej sikur zvoglohej prap dhe duke i tërhequr këmbët me mundim tek i gjiteshin përpjet kodrinës për të vajtur në shtëpi, shtërngonte ijen e mbajt me dorë. Mendonte her pas here, erdhi me të vërtet, apo mos e kam parë në ëndër, dhe vështrimin e humbur e ngulte diku përpara, ndërsa Baltazari ja ngulte sytë atij. S'kishte asnjë dyshim që ajo s'do të vinte më. Letra që vinin nga Spanja nuk i hapte më me interesin e mëparshëm. Ata do të ktheheshin në korrekt, për çudi e ndjente se mund ta duronte fare mirë mungesën e tyre. Çdo mbrëmje kur ulej në tryezë për të ngrënë darkë, picërronte syt dhe vështronte vendin ku kishte qenë ulur ajo. Irena s'qe atje dhe kështu sytë e tij vështronin gjetk. Të 7-ën ditë tha me vete. Duhet të vete në qytet të blej një palë këpucë. I dha urdhër bikonit të bënte gati karrocën dhe u nis. Duke kaluar nga Putni për të shkuar drejt Hyde Parkut, mendoi. Mund të shkoj në Chelsea dhe t'i bëj një vizitë, dhe tha me zë të lartë. Më shpjer atje ku e le zonjën atë natë. Karrocieri ktheu fytyrën e gjerë të kuqe dhe buzët e tij të lagura u përgjigjen. Te zonja me fustan gjyrhiri, sër? Po, te zonja me fustan gjyrhiri, budalla i dreqit, tek ajo po si e ku kish zonja të tjera. Karroca u ndal përpara një shtëpie të vogël trekaqe që ishte pak si e mënjanuar nga bregu i lumit. Me atë syrin e tij të stërvitur, Plaku Xholion vuri re se këto banesa nuk vendoseshin shtrejt me qira. Nja 16 sterlina në vit besoj, tha me vete, dhe duke hyrë, vështroi tabelën ku qenë shkruar emrat e atyre që banonin në apartamentet e kësaj ndërtese. Nuk pa atje emrin Forsyth, por krahas fjalëve kati i parë apartamentit C, që shkruar emri Mrs. Irene Heron. Kishte marrë prap mbi emrin e vashërisë. Kjo gjë i pëlqeu kush e di se për çarsy. Ju ngjit shkallëve ngadalë se i therte pak një jenë e majt. Priti një copë herë para si t'i binte ziles. Sa t'i kalonte ai gulçim, ajo tronditje e lehtë që e kishte pushtuar. Ajo s'do të qenë në shtëpi. Atëherë do të shkonte të blinte këpucët. Ky mendim nuk i pëlqeu as pak. E çi duheshin këpucët në atë moshë. Ato që kishte do ta përcjellnin. Në shtëpi është zonja? Si urdhëron, sër? I thoni që ka ardhur Mr. Xholion Forsythi. Si urdhëron, sër? Urdhëroni këtej. Plaku Xholion i vajti pas shërptores së vogël që si kishte kapërcyer të 16-tat dhe hyri në një sallon shumë të vogël me perde të ulura. Atje kishte një piano të vogël dhe pothuaj asgjë tjetër përveç një arome të papërcaktuar dhe një shijeje të mirë. Ai qëndroi në mes të sallonit me cilindrin në dorë dhe po mendonte. Sigurisht që do t'jetë holl nga gjendja. Mi vatër kishte një pasqyrë dhe ai u vështrua atje. Sa plak që dukej. Dëgjoi një fëshëritje fustani dhe ktheu kokën. Ajo i që afruar kaq shumë sa mustaqi e tij edhe për pak do t'i çikte ballin, pikërisht tek ai vendi ku fillonin fijet e argjënta. Erdha në qytet, tha. Mendova të vija t'ju shihja me këtë rast dhe t'ju pyesja si udhëtuat atë natë. Dhe kur pa nënqeshjen e saj pa pritmas, e ndjeu shpirtin të lehtësuar. Ndoshta ajo gëzohej me të vërtetë që e shikonte. A nuk e vini kapelën në kokë të dalim të bëjmë një shëtitje në park? Po kur doli ajo që të vinte kapelën, Plaku Xholion mblolli vetullat. Parku. Jamesi dhe Emilia. Kishte shumë të ngjarë që atje të shëtiste lart e poshtë e shoqja e Nikollës, ose ndonjë pjesëtar tjetër i familjes së tij të shtrenjtë, dhe pastaj do të zinin të dërdollisnin se e kishin parë në park me Irenën. Më mirë të mos shkonin atje.
Ati nuk I pëlqente as pak të rinjallte ushqytimin e së kaluarës në bursën e Forsythëve. Hoqi një fije floku të thinjur nga jaka e redingotës, së kopsitur mirë dhe fërkoi me dorë faqet, mustaqet dhe mjekrën katrore. Poshtë mollzave I qenë bërë 2 gropa. Kohët e fundit nuk hante shumë. Do të bënte mirë sikur t'i thoshte atij gjast me doktori që kishte vizituar Hallin t'i jepte një ilaç për fuqi. Por Irena që bër gati dhe kur hypën në karrocë ai tha: "Po sikur të vejmë e të rrim në Kensington Gardens", dhe shtoi duke picëruar syt. Atje njerëzia zbradhin poshtë e përpjet, sikur ajo të dinte se ç'mendonte ai. Zbritën nga karroca, hyn në atë vend të caktuar për njerëz të zgjedhur dhe shkuan drejt ujit. "Parë se keni marrë prap mbiemrin e vashurisë", tha ai. "S'më vjen keq për këtë." Ajo I futi krahun. "Am ka falur gjuni, Xhaxholion?" Ai u përgjigj me zë të ëmbël. Po, sigurisht, si mos të fal." "Po jo, on ju fala sa po mora vesh si ishte puna, dhe ndoshta ato që thoshte qenë të vërteta." Instinktivisht mante gjithmonë anën e së bukurës. Ajo pshërti u thellë. "Unë s'jam penduar as pak për atë që kam bërë. S'mund të pendohesha. Keni dashuruar ndonjëherë me gjithë shpirt, Xhaxholion?" Kur dëgjoi këtë pyetje të çuditshme, plaku Xholion vështroi përpara si I humbur në mendime. A kishte dashuruar vallë? Nuk I kujtohej në kishte dashuruar me të vërtetë, por s'deshti t'ia thoshte këtë kësaj gruaje të re që I kishte prekur krahun me dorën e saj dhe jeta së cilës sikur kishte mbetur pezull nga kujtimi I një dashurie tragjike. Dhe mendoi, sikur t'ju takoja kur isha I ri, unë do t'kisha bërë ndoshta një marrësi. Atë çast deshti të fliste për gjërat përgjithshme. "Dashuria është një gjë e çuditshme", tha ai. "Shpesh diçka fatale. As ishin grekët ata që e bën dashurinë perëndesh? Them se kishin të drejtë, por ata jetonin në shekullin e artë. Fili I adhuronte ata. Fili." Kjo fjalë I vrau veshin sepse papritmas me aftësinë që kishte për t'i kuptuar të gjitha ato që ndodhnin rreth tij, ai ndjeu pse nuk mërzitej ajo duke ndenjur me të. Ajo donte t'i fliste për të dashurin. Mirë pra, le të fliste në I pëlqente një gjë e tillë. Edhe tha, besoj se kishte edhe pak talent skulptori. Kishte. I pëlqente ekuilibri dhe simetria. Ai I donte grekët sepse ata I kushtoheshin artit me mish e me shpirt. Ekuilibri. Me sa I kujtohej plaku Xholion, Bosini s'kishte pikë ekuilibri. Sa për simetrin, trupin se kishte të keq, jo, por ata sy çuditshëm dhe ata mollzat kërcyera, simetri, dhe ju jeni I shekullit artë, Xhaxholion. Plaku Xholion e vështroi. Mos tallej me të ajo. Jo, sytë e saj ishin të ëmbël, shumë të ëmbël. Mos e lajkatonte? Po pse ta lajkatonte, ç'mund të priste nga një plak si ai? Ashtu mendonte Fili. Ai thoshte gjithmonë, nuk është e mundur t'i them që më pëlqen shumë. Ja ku po fliste përsëri për të, për dashnorin e saj të vdekur. Donte të fliste për të. Ai shtrëngoi krahun, gjysmë si me zemërim për shkak të këtyre kujtimeve e gjysmë si me mirënjohje, sikur e ndjente se ato ishin hallka që e lidhnin me Irenën. Ishte një djalë me shumë talent, përshpëriti ai. Bën vap. Tani kam filluar ta ndjej vapën. Le të ulemi këto. Ulën në 2 karrige, në një gështenjë e cila me gjethet e saj të gjëra I mbronte nga rrezet e qeta të diellit të pasdrekës. Çknetësi e madhe ishte të rrinte pranë saj, ta vështronte dhe të ndjente se asaj ja kishte ënda të rrinte me të, dhe duke dashur që ajo të kënaqej më tepër, vazhdoi. Ju sigurisht e keni njohur më mirë se unë. Keni njohur anën e tij më të mirë. Mendimet e tij mbi artin ishin pak të reja për mua, edhe për pak do të thoshte, të modës. Po, por ai thoshte se ju keni ndjenjën e vërtetë të së bukurës. Plaku Xholion tha me vete, të ke thënë vërtet, por u përgjigj duke kapsitur syt. Po, e kam se po të mos e kisha, nuk do të rrija këtu me ju. Sa e bukur që ishte kur I qeshnin syt si tani. Ai thoshte se ju keni një nga ato zemrat që nuk plaken kurrë. Fili I njihte mirë njerëzit.
Plaku Xholion nuk gënjehej nga këto fjalë edhatare, që kishin oshëtimin e së kaluarës dhe qenë shprehur nga dëshira për të folur për dashnorin e vdekur. Megjithatë i dëgjonte me ëndje të madhe, sepse Irena ishte një kënaqësi për sytë dhe zemrën e tij, për atë zemër që ç'është e vërteta nuk qep plakur fare. Mos vallë sepse ai, ndryshe nga ajo dhe nga dashnori i saj i vdekur, nuk kishte dashuruar kurrë si i marr, sepse kishte qenë gjithmonë i ekuilibruar dhe kishte pasur ndjenjën e simetrisë. Sidoqoftë, ai ishte në gjendje në moshën 85 vjeçe të sodiste bukurinë. Edhe mendonte, sikur të isha piktor ose skulptor, por jam plak, duhet shijuar jeta gjersa jam gjallë. Dy dashnor krah për krah kaluan në përlëndinën që ishte përpara tyre në skaj të hijes që lëshonte gështenja, nën të cilën po rrinin. Drita e diellit binte pa mëshirë mbi fytyrat e tyre të zbehta, të reja dhe të vrara. Ne jemi krijesa të shëmtuara, tha pa prit mos Plaku Xholion. Më vjen çudi kur shoh se dashuria triumfon mbi një gjë të tillë. Dashuria triumfon mbi çdo gjë. Ashtu mendojnë të rinjt, përshpëriti ai. Dashuria s'ka as mosh, as kufi dhe as vdekje. Me atë vezullim në fytyrën e saj të zbeht, me kraharorin që i gufmonte e i ulej dhe me ata sy të mëdhenj të zinj e të ëmbël, ajo ishte gjalla fërdita. Por ai e largoi shpejt këtë mendim të çuditshëm dhe tha duke picoruar syt. Po, sepse po të kishte kufi, ne nuk do të vinim në këtë botë, sepse asaj dalin shumë pengesa përpara. Pastaj Plaku Xholion hoqi cilindrin dhe i shkoi përsipër me nshetën për ta fshirë. Ati djersinte balli nga kjo gjë e madhe dhe e pavolitshme. Kohët e fundit, ndjente dëndur vërshimin e gjakut në kokë nga që nuk e kishte qarkullimin në rregull. Ai u rrinte ashtu me vështrimin të humbur në hapësirë dhe pa prit mas përshpëriti. Më vjen çudi si jam gjallë. Atë çast u kujtuan fjalët e Xhout, e hutuar dhe e humbur. Tha ai, djali im ju pa në një çast atë ditë. Djali juaj që ai? Dëgjova një zë në hajat, për një sekond mu duk sikur ishte fili. Plaku Xholion pa sa asaj i dridheshin buzët. Ajo shpuri dorën dhe goja, e hoqi prap dhe pastaj vazhdoi me një ton të qetë. Atë natë shkova në bregun e lumit. Një grua më tërhoqi nga kindi i fustanit. Ajo më tregoi historinë e saj. Kur dëgjon se çhalle kanë të tjerët, të vjen turp nga vetja. Mos ishte një nga ato? Ajo pohoi me kokë dhe Plaku Xholion ndjeu një farë lemerie, lemerinë e një njeriu që nuk di se ç'do të thotë të luftosh me dëshpërimin. Ai përshpëriti pothuaj kundër dëshirës së tij. As më tregoni? Të rroja të vdisje për mua ishte pa ajo gjë. Kur arrin në një gjendje të tillë, fati nuk dëshiron më të vras. Ajo grua u kujdes për mua 3 ditë dhe nuk munda as 1 minutë. S'kisha të holla. Për këtë arsye tani mundohem të vij në ndihmë. Por Plaku Xholion mendonte, s'kish të holla. Çfarë mund krahasoj me një fat të tillë? Me këtë ishte lidhur çdo gjë. Do të kishit bërë mirë sikur të kishte ardhur te on, tha ai. Pse nuk ardhët? Irena nuk ju përgjigj. Mos vallë sepse unë quhem Forsyth, apo nuk doni të takonit Xhunin. Po tani, si I keni punët? Ai vështroi pa dashur trupin e saj. Ndoshta ajo dhe tani ishte, por nuk që e dobët, jo. Më mjaftojnë ato 50 sterlina që kam në vit. Plaku Xholion nuk mbeti I kënaqur nga një përgjigje e tillë. Ai kishte humbur besimin, po ky somsi. Por ndjenja e drejtësisë e mbyti zërin që pasdite. Jo, ajo do të pranonte 100 herë të vdiste, se sa të merrte qoftë edhe 100 ark nga ai. Ajo vërtet dukej e butë, por në veten e saj kish fuqi dhe besnikëri. Po pse që hellur bosinin në rrotat e omnibusit dhe e kishte lënë kështu Irenën të përpiqej si peshku në zall? Tani duhet të vini tek unë, tha ai. Për çfarë do që të keni nevojë, se përndryshe do të më mbetet qefi. Dhe duke vënë cilindrin në kokë u ngrit. Tani të shkojmë të pijmë çaj. Karrocirit për ta si thash t'i linte kuaj të çlolleshin 1 orë dhe pastaj të vinte të më marrte tek jo. Tani të zëm një karrocë sepse nuk mund të eci si më parë.
I pëlqeu shëtitja që bëri me këmbë gjerë në fond të Kensington Gardensit, tingulli I zërit të saj, bukuria e atij shtatit të derdhur që I lëvizte pranë tij. I pëlqeu çaji që pinte Rafaeli në High Street, nga doli me një kuti të madhe çokollatash që I lëkundej varur te gishti I vogël. I pëlqeu udhëtimi me karrocë gjerë në Chelsea, ndërsa pinte purën. Ajo I kishte dhënë fjalën se do të vinte prap të dielën dhe do t'i binte prap pianos për të dhe ai përftyronte si do të kpuste karafila e trëndafila të posaçelur që t'ja jepte asaj kur të nisej për në Londër. Ishte një kënaqësi për të, t'i falte asaj qofte edhe një kënaqësi të vogël, në qoftë se një plak si ai mund t'i falte asaj një kënaqësi. Karroca ishte atje kur arritën. Ç'njeri ky karrocieri. Kur s'duhej, vinte shpejt dhe kur duhej, vinte vonë. Plaku Xholion hyri brenda për 1 minutë, sa t'i linte shëndeni I Renës. Salloni I vogël dhe I errët I apartamentit mbante erë të rënd paçuli. Është një lloj bime aromatike. Dhe në një fron rroz murit, mobilje tjetër s'kishte atje, që ulur një grua. Dëgjoj zërin e ëmbël të I Renës. 1 minutë. Dhe kur hyn në sallonin e vogël e u mbyll dera, ai pyeti me një ton të rënd. Mos është një nga ato që mbroni ju? Po, tani me ndihmën tuaj mund të bëj diçka për të. Rrinte me këmbë me sy të ngulur përpara dhe fërkonte atë mjekër e cila ashtu e fortë, si dukej, kishte trembur shumë veta dikur. Hidhërohej dhe trembej kur mendonte se ajo kishte lidhje të ngushta me gra të tilla. Ç'mund të bënte ajo për to? Asgjë, veç se t'i nxirrte te lashe vetes dhe të ndyhej me to. Prandaj tha: "Ki mendjen e dashur, njerëzia janë gati të mendojnë gjithnjë keq. E di, ai u habit kur pa nënçeshjen e saj të qetë. Atëherë, mirupafshim të dielën, përshpëriti ai. Ajo I dha faqen që t'ja puthte. Mirupafshim, tha I përsëri, ki mendjen, dhe doli pa hedhur syt nga ajo grua që rrinte atje te froni. Me të kthyer I dha urdhër karrocierit të kalonte nga Hammersmithi për të ndalur në një vend që t'i thoshte t'i dërgonin I Renës 2 duzina shishe nga ajo vera më e mirë e Burgonjës. Ajo kishte nevojë të pinte nga një herë që të merrte veten. Vetëm në Richmond Park ju kujtua se kishte ardhur në qytet për të porositur një palë kpucë dhe u habit se si që e mundur t'i vinte një mendim kaq I ulët. Kjo qenë një nga ditët më të bukura që kishte kaluar ai në jetën e tij. Por e ndjente veten të lodhur dhe u kënaq edhe më shumë kur u ul në sallën e muzikës dhe kur ajo I dha filxhanin me çaj. Hollit I kishte ardhur një shoqe, një vajzë me leshra të verdha të prera si të djemve. Ato të dyja lodronin tutje nën shkallë mbi shkallë dhe lart në galeri. Plaku Xholion ju luti Renës t'i binte një pjesë të Chopinit. Ajo, ura e tydeve, mazurkave, valseve, gjersa 2 fëmijët u afruan, qëndruan pranë pianos dhe po mbanin vesh me kokë të përkulur përpara. Njëra flok zezë e tjetra flok verdh. Plaku Xholion rrinte I veshtronte. Pa kërceni një herë ju të dyja? Ato filluan të kërcenin me druajtje dhe jo sipas ritmit muzikës. Hidheshin në vinin rrotull hije rënda që të dyja, jo shumë të shkathta. Kaluan shumë herë pranë kultukut ku rrinte ai, ashtu të rrëmbyera siç ishin nga ritmi I valsit. Ai I vështronte dhe fytyrën e asaj që I binte pianos me buzë ngaz dhe me kokë të kthyer nga kërcimtarët e vogla dhe mendonte: kjo është piktura më e bukur që kam parë në jetën time. U dëgjua një zë. Holly, po ç'bën kështu? Kërcen të dielën? Eja këtu. Por të 2 vajzat e vogla vajtën e qëndruan pranë plaku Xholion duke ditur se ai do t'i shpëtonte dhe vështruan atë fytyrë që kish marrë një shprehje vendosmërie. Më mirë të dielave, mademoiselle, fajin e kam unë, ikni moj zoga, shkoni të pini çaj. Dhe kur ato ikën bashkë me qanin Baltazar që hante 4 herë në ditë, plaku Xholion veshtroi I Renën duke picurruar syt dhe tha: "Kështu pra, a nuk janë të bukura? A ke vajza të vogla mes të nxënësve të tua?" "Po, kam 3, 2 nga ato janë të lezetshme." "Të bukura?" "Shumë.
Plaku Xholion shërteu. Ai I donte shumë fëmijët e vegjël. Voglushe sime I pëlqen shumë muzika, tha ai. Do të bëhet muzikante ndonjë ditë. Besoj se do më japësh mendimin tënd se si I bie pianos. Juaja, po si, a do të pëlqente, por nuk I tha fjalët t'i jepje mësim. Nuk I pëlqente mendimi që ajo t'i jepte mësime Hollit, ndonse se ky do t'ishte një rast për ta parë Irenën rregullisht. Ajo u ngrit nga froni I pianos dhe ju afrua koltukut të tij. Do të më pëlqente shumë, por është gjuni, kur do të kthehen? Plaku Xholion mblodhi vetullat. Nga mesi I muajit tjetër, po pse? Ju më thatë se gjuni më ka falur, por ajo nuk mund ta harroj kurrë Xha Xholion. Të harroj, ajo duhet të harroj në qoftë se ai dëshiron një gjë të tillë. Por sikur t'i përgjigjej atij, Irena tundi kokën. Ju e dini se ajo nuk mund të harroj, një gjë e tillë s'mund të harrohet. Prap kjo e kaluara mallkuar dhe tha si I zemëruar e me vendosmëri. Mirë, shohim. Ai kuvendoi me më shumë se një orë për fëmijët dhe për shumë gjëra të tjera, gjersa erdhi karroca që ta merrte ta shtëpinte në shtëpi. Dhe kur iku ajo, Plaku Xholion erdhi ul përsëri në koltukën e tij. Fërkoi faqet dhe mjekrën duke menduar për gjëra të ndryshme të asaj dite. Atë mbrëmje, si hëngri dark, vajti në studio dhe mori një fije letër. Nanji një copë herë pa shkruar asnjë fjalë. Pastaj u ngrit e qëndroi përpara tablos varka peshkataresh holandez në perëndim të diellit. Ai nuk mendonte për këtë pikturë, po për jetën e tij. Donte t'i linte diçka Irenës në testamentin e tij. Asgjë nuk mund ta shëngullonte kaq tepër thellësitë e qeta të mendimit dhe të kujtesës. Ai do t'i linte asaj një pjesë të pasurisë së tij, të dëshirave, të veprimeve dhe të punës së tij, të gjitha ato që kishin krijuar këtë pasuri. Ai do t'i linte gjithashtu një pjesë të asaj që si kishte gëzuar në këtë jetë, të asaj që kishte ndjekur me vendosmëri dhe me shpirt të pastër. Po çfarë s'kishte gëzuar? Tabloja varka peshkataresh holandez në perëndim të diellit nuk ju përgjigj. Ju afrua derës së madhe me xham, hoqi perdën me një anë dhe e hapi. Që ngritur era, dhe një gjë thelisi e vitit kaluar që I kishte shpëtuar për çudi fshtesës së kopshtarit, por rrukullisej duke përshpëritur në përtarracin e gurtë në Mugutir. Asgjë tjetër nuk e prishte qetësinë që mbretëronte jashtë, dhe ai nuhati erën e heliotropit që kishte ujitur pak kohë më parë. Fluturoi një lakuriçnate. U dëgjua cicërima e fundit e një zogu dhe pikërisht milisin e moçëm vezulloi ylli I parë. Fausti në opër kishte këmbyer shpirtin e tij për disa vjet rinie. Mendim I çuditshëm. Një ujdi e tillë nuk që e mundur dhe kjo ishte tragjedia e vërtet. Nuk që e mundur të bëheshe prap I ri për dashurinë, për jetën ose për diçka tjetër. S'të mbetej gjë tjetër, vetëse ta shijoje bukurinë nga larg, gjersa kishe mundësi dhe t'i lije diçka në testament. Po sa? Dhe sikur s'ishte në gjendje të bënte një llogari të tillë, si soditi bukurinë e asaj nate të qetë fshati, u kthye dhe ju afrua vatrës. Atje ishin statujat e tij të vogla prej bronzi, të cilat I donte shumë. Kleopatra me gjarë për në kërharor, Sokrati, langoj që luante me klyshin e tij, një burr I fuqishëm që tërhiqte frerët e kuajve. Këto do të qëndrojnë. Tha me vete dhe atë çast I sëmboi në zemër. Ato do të jetonin qindra vjet. Sa? Do t'i linte aq sa ajo të mos plakej para kohe, aq sa rrullat t'ia prishnin fytyrën sa më vonë, që t'ishte e mundur dhe thinjat të mos I prishnin bukurinë atyre flokëve të ndritur. Ai mund të rronte edhe 5 vjet, ajo atëherë do t'i kishte kapërcyer të 30. Sa? Ajo s'kishte asnjë pikë nga gjaku I tij në rremba. Duke I qëndruar besnik mënyrës së jetesës së tij gjatë 40 e ca vjetëve, që ditën që ishte martuar dhe themeluar atë gjën misterioze, familjen, I erdhi ky mendim që e paralajmëronte. Ajo s'ishte e gjakut të tij, nuk kishte të drejtë për asgjë. Domethënë se ky mendim s'ishte gjë tjetër vetëse një salltanet, një dëshirë e çuditshme, dëshira për të kënaqur 31 plaku, një nga ato gjërat që bajnë pleqt matuf. E ardhmja e tij e vërtet u përkiste atyre që ishin të gjakut të tij, te të cilët ai do të jetonte pasi të ikte nga kjo botë.
U ktheu kurrizin statujave të vogla dhe ashtu me këmbë si që po vështronte koltukën e vjetër prej lkure, ku që ulur sa herë që e kishte pirë me qindra puro. Dhe pa pritmas ju duk sikur e pa Irenën të ulur atje, të veshur me fustan ngjyrë hiri, e kundërmuar, e ëmbël, syzeze e hirshme, me fytyrë të kthyer nga ai. Ajo as që e kishte në mendje. Ajo e kishte mendjen të dashnori që i kishte vdekur, por ajo ishte atje me dashje ose pa dashje dhe i falte atij kënaqësi me bukurinë e nurin e saj. Ç'të drejt kish ai ta shtrëngonte Irenën të rrinte me të, ti thoshte ti binte pianos për të dhe të rrinte ta vështronte pa shpërblim? Në këtë botë çdo kënaqësi duhej paguar. Sa? Fundi i fundit ai kishte shumë të holla. Djali i tij, nipi dhe dy mesat nuk do të dëmtoheshin as pak. Të gjitha të hollat veti kishte fituar. Mund t'ja linte kujt të donte, mund t'ja lejonte vetes këtë kënaqësi të vogël. Vajti prap te tryeza e shkrimit. Po, kështu do të bëj, tha me vete. Le të mendojnë ç'të duan, kështu do të bëj. Edhe u ul. Sa? 10.000, 20.000, sa? Sikur të që e mundur të blinte me të holla që kishte një vit, një muaj rinie, dhe ashtu i habitur nga ky mendim, shkroi me të shpejt. I dashur herring, shto në testamentin tim këto fjalë. I lë mbesësi me Irene Forsyth, lindur Irene Heron, emër që e mban tani 15.000 sterlina, duke përjashtuar taksat e trashëgimisë. I juaji me besnikëri Jolyon Forsyth. Si e mbylli zarfin dhe ngjiti pullën përsipër, vajti prap te dritarja dhe mori frym thellë. Ishte errur, por tani Xixellinin shumë yje.